Vepra më e rëndësishme vaditëse në të gjithë qarkun Dibër mbetet kanali vaditës Siklosit, me një gjatësi prej afro 25 kilometrash. Ky kanal vaditës fut në ujë 10 hektar tokë bujqësore nga Klosi deri në fshatin Zenish të bashkisë Mat, duke qenë se ka një rëndësi të veçantë për të gjithë fermerët e Lukinës së Matit dhe mbulon dy bashki. Kjo vepër vaditëse vijon të jetë në administrimin e drejtorisë së Bordit të Kullimit Durrës, që mbulon edhe qarkun Dibër. Prefekti i qarkut Dibër Nezhbedin Shehu tha se nga bisedat me drejtuesit e Bordit të Kullimit është thënë se kanali vaditës Siklosit do të jetë gati për fermerët brenda muajit maj, ndërsa shtoi se në fund të këtij viti do t'i nështrohet një rehabilitimi të plot. Kanali Siklosit është një arterie shumë e rëndësishme që mba gjithë luginën e Matit me vadite kur vjen periudha. Si kanal është në administrim nga Bordi i Kullimit në varësi të Ministrisë Bujqësisë, ne kishim edhe përfaqësuesit sot. Ai kanal ndër vite është dëmtuar, pavarësisht investimeve që janë bërë, edhe unë sapo fola dhe me drejtorin e Bordit të Kullimit në Durrës, ai brenda fundit majit do vihet në punë. Është në punë, nuk është se është në punë, po do riparohet. Pritet një investim nga fundi i këtij viti, një investim për të ribojë kanal në gjithë gjatësinë, është nxjerrë fondi, por si vjet do vihet në punë, do riparohet, do vihet në punë për të dy bashkitë. Kjo vepër vaditëse është jetike për fermerët e Lukinës së Matit, pasi e kanë alternativë të vetme për të vaditur të mbjellat e tyre bujqësore.